Bismillah. Shprehje e bukur e Hasan el Basriut. Hasan el Basriu, rahimahullah, thot, nuk mendoj se vërtet Allahu e dënon një njeri i cili bën istikfar, kërkon falje te Allahu. I than Hasan el Basriu, qysh kështu? A i tha, po si është e mundur që Allahu e ka frymzu për me boj istikfar, pastaj tua dëshiroj atyre dënimin. Allahu thot, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allahu nuk është për dënimin e tyne kur ata bojnë istikfar, kërkojnë falje. Sa fjale madhe kjo e Hasan el Basriut, sa konsiderat e mirë, sa fitim i madh, sa tregti e mirë të investosh në istikfar. O Zot, na bën nga ata që bojmë istikfar.